Çështja e çmimit të naftës dhe mbështetjes për fermerët u kthye në një përballje të fortë politike në Kuvend. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka hequr subvencionet e naftës në një moment të vështirë ekonomik për fermerët shqiptar. Sipas Berishës, kjo politikë rëndon më tej jetën e shtresave që jetojnë nga bujqësia dhe nxit largimin e njerëzve nga vendi. Nuk ka akt më cinik ndaj 30-40% shqiptarëve që jetojnë me çurkun e djersës së ballit. Nuk ka qenë më cinik ndaj tyre, më të pashpirt. Vini këtu pasi keni hequr subvencionin për naftën fermerëve në kulmin e krizës për naftën. Po ulim aksizën kur të kalojnë mbi 220. Fshatarëve më të varfër të Europës. Kjo është politikë shpopullimi. Akuzat e Kryedemokratit morën përgjigje nga deputeti socialist Erion Braçe, i cili tha se problematika lidhet me mënyrën se si funksionon tregu i hidrokarbureve dhe me nivelin e taksave të vendosura ndër vite. Braçe pranoi se taksa mbi karburantet janë rritur, por theksoi se kjo ka qenë një zgjidhje politike për të garantuar më shumë drejtësi fiskale. Ajo që dua të them është që për shkak të këtij modeli tregu, ne kemi çmimin neto, pra çmimi neto pa taksa yni vazhdon të mbetet më i shtrenjtë në rajon, dhe natyrisht kjo bën edhe atë diferencën që ne kemi. Ajo që më ka bërë përshtypje edhe këtu edhe pak më përpara është që askush nuk flet dhe nuk e merr kurajon flasi për modelin e tregut në këtë sallë. Të gjithë flasin për modelin e taksave. Tani flasim pak për modelin e taksave që ne kemi. Ne kemi tatim mbi vlerën e shtuar. Dhe tatim mbi vlerë të shtuar kemi pasur edhe në kohën që drejtonit ju. Ne kemi akcizë. Dhe unë këtu kam qenë, akciza në kohën tuaj ka qenë ad valorem, pra me përqindje mbi çmimin e naftës para taksave. Edhe me këmbguljen e operatorëve, edhe me këmbguljen ton këtu në sallë në Kuvend e tjerë me radhë quat akcizën me tarifë fikse, siç e kemi edhe sot. Taksën e qarkullimit e keni sjell ju brenda çmimit të hidrokarburëve. Nuk kemi sjell ne, e keni sjell ju. Kush po abuzon më, kush po abuzon? Po hajde këtu edhe fol ti që po më tregon mua që po mbroj interesat e tregtarëve. Hajde zëri me gojti, që si ke zënë asnjëherë këtu në sallë. Debati mes palëve vjoi me tone të ashpra, ndërsa Berisha e akuzoi Braçe për hipokrizi dhe tha se prej tij priste reagime më të forta ndaj qeverisë për çmimin e naftës për fermerët. Çështja e kostos së karburanteve dhe mbështetjes për sektorin e bujqësisë mbetet një nga temat më të debatuara mes opozitës dhe mazhorancës, në një kohë kur fermerët vijojnë të kërkojnë më shumë lehtësira dhe subvencione.